Këtu, para Kuvendit Shqipërisë, nesër, ditë e njëjtë në orën 18, lëvizja bashkë ka thirrur qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë që t'i kërkojnë këtij kuvendi, këtyre njerëzve që marrin nga 3 milionë ca lek rrogë, që një ditë në jetën e tyre të bëjnë atë që duhet, të ndërshkojnë korrupsionin dhe të korruptuarit, dhe në emër të popullit të shkarkojnë Edi Ramën dhe Belinda Ballukun. Po jo vetëm kaq, të marrin edhe masa të stërkërkuara dhe jetike për shumicën dërmuese të popullit shqiptar. Miratimin e ligjit minimumit jetik si bazë e rritjes substanciale të pensioneve. Miratimin e statusit minatorit për mira minatorë që vdesin para kohe prej smundjeve profesionale dhe nuk arrin ta gëzojnë një ditë pensionin që meritojnë. Po edhe më shumë se kaq, për të rritur shpenzimet publike në shëndetësi dhe në arsim, sepse jemi nga të fundit në Evropë për sa i përket cilësisë së këtyre shërbimeve. Edhe njerë, në emër të lëvizjes bashkë, ju thras të gjithve, qytetarëve të ndershëm të vendit tonë, që të na bëheni krah dhe së bashku të kërkojmë llogari atyre që do duhet mendoni dhe votonin për ata që i kanë zgjedhur, për popullin shqiptar.